kam fillu protestën, të cilën e kam paralajmëruar me datën 9 mars pranë Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës, përkatësisht Bordit të Autoritetit të Konkurrencës, për shkak se që nga 29 nëntori i vitit 2023 e tutje e deri më sot unë po përballem në vazhdimsi me shkelje të drejtave të mia me diskriminim të rënd, i cili më vështirëson punën dhe nuk kam kushte të përshtatshme për punë. Të gjitha mjetet juridike që kam pas, i kam shfrytzuar deri më tani në të gjitha institucionet si brenda autoritetit, ashtu edhe jashtë institucionet tjera, duke përfshirë edhe organet e drejtësisë. Meq nuk ka asnjë rezultat dhe asnjë masë e cila është dashur të parandaluhet çdo veprim pas datës 29 nëntor 2023, kur unë jam sulmuar në vendin e punës, unë sot kam vendosur që të filloj protestën time në vendin e punës nga ora 12 deri në ora 13 çdo ditë pune. Këtë protestë e kam njoftuar edhe Policinë e Kosovës, kam njoftuar Komisionin Parlamentar organ mbikëqyrës i Autoritetit të Konkurrencës, si dhe Avokatin e Popullit, Këshillin e Pavarur mbikëqyrës, i cili domthon mbron të drejtat e zyrtarëve publik, si dhe institucionet të tjera të cilat gjatë gjithë kësaj kohe kam pas ankesa apo kam ushtru të drejtën time juridike në to. Janë të shumta dokumentacionet, siç po mund të shihni në tavolinë, mirë po janë të vetëm një pjesë e tyre, ndërsa shkresa e gjitha tjerat janë që nuk kam pas mundësi ku t'i prezantoj. Mirë po, unë mund t'ju them se dikun i kam 7 vrejtje, të cilat i kam ankimu në Këshillin e Pavarur mbikëqyrës, ku pjesa dërmuese e tyre, vetëm 2 janë tash duke trajtuar, ndërsa pjesë të tjera unë i kam fituar të gjitha dhe të gjitha ankesat e mia më kanë përpunë nga KPMSHC-ja. Gjatë gjithë kësaj kohe jam përballë me vrejtje, jam përballë me iniciim të procedurave disiplinore nga kryetari i autoritetit, e cila ka ndërhym në punë të sekretariatit, me vrejtje të cilat mi ka dhënë Seledin Beqa, i cili që nga 29 nëntori i 2023, përkatësisht nga 15 dhjetori i 2023, pasi i kanë filluar procedura penale ndaj tij dhe me 18/3/2024 i është mbit akt akuzë për kryen e veprës penale sulm ndaj meje me lëndim trupor, ai nuk është pezulluar dhe kryesisht pengesë kryesore ka qenë kryetaria e autoritetit, e cila është mbikëqyrësi dhe titulari kryesor i saj.